Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falenderojmë Allahun në radhë parë gjithherë fillimet e çdo pune, çdo takimi, e falenderojmë Zotin e Madhreshëm me lejen edhe me fuqinë të cilit jemi bashku këtu edhe po bashkohemi edhe po takohemi vazhdimisht. Edhe me fjalët e tij po jetojmë, me porositë e tij po mundohemi me ndihmë njëri tjetrin. Dhe sikur mos të ekzistonte rahmeti, mëshira e tij, porositë e tij, krimtaria e tij, gjithçka pas tij do të ishte, për çata çdo të mirë që eventualisht e gëzojmë dhe jetojmë këtë botë, e jetojmë fal Zotit Madhnushëm, edhe këto frym që i marrëm këtë xhami, edhe kjo xhami, edhe gjithta vëllezër, kjo ligjëratë, gjithçka që ka të bëjë këtu, meritat edhe mirësitë kryesore dhe absolute janë për Zotin e Madhnushëm, natyrë i kena ka pak një hise të vogël, edhe unë edhe ju, po kjo hise nuk na bën më mbur absolutisht, na bën veç me qenë rab sa më të përkushtuar të Zotit Madhnushëm. Salavatet e selamet e bekimet e nderimet e Zotit qofshin mbi Hazreti Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që ndjekun fenë e tij. Në veçanti Zoti ju shpërblet juve dhe Zoti ju fal ju edhe prindët e juaj që keni ndosat me normal gjumon njëri më në fal ku të xhami bën me fal, po du më falendroj që keni zgjedh me qenë me këtë dersin ton para xhumoje. Zoti ju nderoft edhe inshallah Zoti ja pranon jo vetë xhumon, jo vetë namazin, po çdo punë të mirë që bëni këtë ditë, edhe këtë ulje, edhe këtë muhabet që bëjna para xhumoje, e lut Zotin të na vendosë në peshojnë e veprave të mira. Ka kohë që po ulëm janë bërë shumë fjalime, po gjithë po shpresoj se diçka na jep prej këtyre fjalimeve, normale problemi mojt men. Edhe unë po jarroj kanë mos me po letra. Jarroj se janë shumë fjalimet, po besoj se diçka jet në kujtesën ose në vetdijen e secilit prej nesh. Herën e kaluar kemi shpjeguar etika e gaburit. Jena mundu me thonë që edhe kur të gabojsh është një farë etike. Edhe na mendoj që duhet me fol shumë për gabimin. Pse më duhet fol? Se gabimi është pjesë e pandashme e jetës. Edhe nuk ka nevojë muni keq as në gjë, sepse te gabosh është natyrshmëri e njeriu. Çdo përpjekje me ik pe gabimit në mënyrë absolute. Do të me ik pe gabimit, po absolutisht mos më bë kur gabim, është variant i gabum. Edhe përpjekja me mshef gabimin, përpjekja me në atë kuptim me më mundu me arsyetu gabimin, është përpjekje gabum edhe kur nuk zgjidhen gabim. Për çata gabimi edhe te gabuarit është një proces i pandashëm prej qenies së njeriu. Edhe se të tillë na ka kriju Allahu i Madhnushëm, edhe kjo fe ka ardhur me na mësu tash e tutje, jo mos me gabu. Po edhe nëse gaboni, qysh duhet me pas etik për me gabu, qysh duhet me pas etik për me eliminu gabimin, e sot kam përzgjedh me fol për një muhabet që ka të bëj rreth gabimit prap, po ka të bëj shumë me një detaj që mendoj se kem diskutuar një herë. Tema sotit është përpjekja me arsyetu gabimin, përpjekja me justifiku gabimin. Justifikimi i gabimit, arsyetimi i gabimit nuk është problemi i shoqënisë tonë, është problem i krejt shoqënive të botës. Po mendoj unë është që të në shoqëninë tonë është më theksuar, na kem qef fort me filozofu gabimin. Kem qef fort me arsyetu gabimin. Unë nuk kam pa hala në nxënës që shkon në shkollë atje i merr nishat, që thotë vallahi s'po mësoj faji jam është. Gjithë mësuesi, shkolla, autobusi mbengoj, drejtori, kujdestari e kam të kes, do shok, domethënë pak gjon njerëz ose gjon hes njerëz, cilët nalën dhe thotë ky është gabimi jam. Unë baba ka pagu për mua, s'po mësoj. Po një farë tendencë gjithë me arsyetu, gjithë me justifiku, me gjithë vërca, me gjithë man arsyetime që normal, unë jam i vetëdijshëm që ka arsye të fuqishme. Na do më vonë të shohim që kanë herë ekziston arsye, nuk jam për me gju arsyen totalisht. Se ka një gabim që ka justifikimin e fuqishëm. Po në parjem
muslimani nuk do të me synu fort me arsyetu gabimet. Si të gabojsh? Ose më na me filozofue mërta këneja në atona neja, thë gabova, u kry muhabetin, falni. U faj është jemi. Qështu e ka muslimani? Tani përpjekja jo ke kështu e pata për qëllimin, dul kjo tjetëri, boni e tjetëri, këtu jenë përpjekje për me ik gabimit. Unë e po tham veç 3 fjali. Në fillim. Fjalia e parë thot është gjynan veti, o gjynan veti me tentu me jërësitu gjynojnë, ose është gabim në veti me bo përpjekje me justifiku gabimin. E dyta, ai cili i arsyton gabimet nuk ka shans kur një vetë të përmisu. Edhe për qëta s'pu përmisu, pse? Se si mas të jeti s'ke gabu kur. Se gjithë të gjohë arsye, njerës që i gjojnë veti arsye shumë nuk përmisuhen. Pse nuk përmisuhen? Sepse nuk merren me gabimin, synojnë gjithë me mlu gabimin, me arsytu gabimin. Për ata kanë thonë ulemoja, një njeri që niset, mu përmisu, e i arsyton gabimet, kur së një përmirëson gabimet? A e ke nisë mu falë ku? Apo doket që i ki pak vetën, tu ka rritë pak menja, apo doket vedja ma musliman se tonë po? Jo, po. Me thonë po kryet puna, jo, nuk i doket vedja kështu. Edhe, sa ma shumë tu falë, sa ma shumë tu rritë menja. Sa ma shumë tu munu me qenë revizotit, ty në nqmunjes, ty i vetja në hoj. Dhe me thonë, smundjet të cilat aj nuk po dënë me, aj po interpreton ato me arsytimet, ndryshme, jo se pata këton për qëllime, pata për qëllime, kështu më rafë. Dhe me thonë, fjalia e dytë është, nuk mund është mu përmisu në këtë botë, nëse fillan me arsytu gabimet. Edhe e treta thot, pengesa e parë e çdo njeriu në këtë botë për mu avansu është arsytimi gabimet. Nuk mund është mu avansu, pa unë, sinqerisht, me vetveten, me qeni hapu me vetveten, edhe me thonë, që kjo gabim, që to kam të metë, që kjo është shimi jemi, që kjo është e metë e jemja, e jo të gjithër, përpjekja mi mbulu, përpjekja mi justifiku këto gabime. Për aty në historiave të mira që pejgamberi në Islam u mundu me eduku njerëz jo mu arsytu shumë. Se funit, kështu një vllaznik. Me filozofu e me arsytu se cili kjera fuqin ka pak. Dikush o ma orator, dikush o ma pak orator, po kur dojsh me mshef gabimin, i ban do fjallës. Çdo njeri mundet me i bo do fjallë për me arsytu gabimin. Po, adini ko problemi. Ti arsytu gjithë ditën gabimin, po se ti kimi vujt pasuet, jo unë. Ti a ke marrë nesh? Po. Ja ti 1 milion arsye beri, po ti e ke marrë nesh, unë e jo. Ti ke me ranë problem, jo unë. Ti mundesh, baba jot ka pagu për ty, për ton, këto, ti e ke marrë në dëp ta shkon më arsytu babës. Po ti mundesh gjithë ditën më arsytu babës, po nish është i yti edhe ti ke me ra pe provimi, është halli i yti, është dert i yti, është problemi i yti. Por se ta duhet mu kthiem edhe përpjekja me arsytu gabimet, mos mendoni se mund ti në farforme gabimi jot po vun shëshnia, ti ke me vujt vet. Edhe gjithë të vajze, porosie, këshille, sugjerime që t'jep hoxha, mësuesi, prindi, këtë janë kodër që ti me jesë për para. Edhe ti nuk i nevojë më na arsytu neve. Ka njerë shumë për arsytu. Unë e kam qëre vllazi edhe për do gjunohave që po i bëjnë në raport me Zotin. Gjunohat që po i bëjnë në raport me Zotin. Shumë po më nëvu me arsytu një tjetër. Po lem në bune, di që e kam Zotit tem, po ti kërkoj pendim Zotit, mos më arsytu muhe. Të gjysh ka njerë e ki për shtypin, kur bebojnë me gjuna, ma shumë e kena halin që mi thonë njëzë, se që mi thonë Zotit. Dhe njëzë kur takuhen me hoxhen e hoxhe, ba me o Zot një. O hoxha, unë jam një njëri rëndon, po të këqyrë me Zotin raportet. Të këqyrë të Zotit që shki me dalë. Jo para meje, si jam nasim të rëndësishëm asë një fije në këtë drejtim. Këtë është halë jëtë. Po du me të treguat historinë e pejgamberit a.s. e ka pas zakon pejgamberi Hazreti Aliun dhe Hazreti Fatimin i ka thirrë shpesh natën mu falë. E me gjas njëherë për herave ka qenë në Ramazan, mu i Ramazan, edhe u shku të dritare, ju ka trokit, në dritare, ju ka thonë, a jeni tu falë, a jeni ka falni, veç ju ka trokit. Edhe Hazreti Aliu ja ka kthy pe i dhomës, i ka thonë, na pas ka marrë gjumi, si jem, nuk jem tu falë. Na pas ka zonë gjumi. Edhe fakti që na kanë zonë gjumi, s'ka dorë Zoti me na çu për namaz. Se gjumi e shpirt jo në dorë të Zotit. Domthon Zoti na pas ka plu me gjumën dhe s'ka mujt më fal. Domthon faj kush e ka këtu? Zoti pas ka ai vullneti Zotit ku ka që më na vënë në gjumë.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet se nuk e ka pëlqyer ky koment. Kjo është tani a ke pa kur s'dosh mi fol sunetet, ai fol forzi, Allah jo puna, jo kjo është zonë, jo dashkë me dalë të dera me bollaf atë, se u po më rëndësi ti më botë të dera laf. Tani gjoni në arsye mos mi fol sunetet. Jo dhe kanë era arsye është e fuqishme. Arsyetimi është mjaft i vërtetë, do shoh më vonë pse ka vjen ideja e arsyetimit. E rëndësishme është që pejgamberi alayhis salam po i fol dhënrët vet, po i thotë çu falu, ai po thotë na paskan zon gjumi se shpirti ju në dorë të Zotit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thotë wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. I mirë njeriu. Zakonisht ka qef me polemizu. Ç'është është njeriu? Polemik ka qef. Se s'do me kry detyrën, tani ja nis nxjerr krefekt edhe nxjerr vërca për mos me kry punën. Ti s'ko ke ka falesh, tash ja nis një 1 milion arsye me gjithë pse si ka falesh. Edhe ato arsyet mund me kon të fuqishme shpesh herë. Ka vjen ideja e arsyetimit. Ideja e arsyetimit vllazërit të dashur vjen prej nefsit dhe prej shejtanit. Shejtani dhe nefsi bashkëpunojnë mes veti për me kriju arsyeën e çdo gjunahi. Edhe kjo arsye i servohet mendjes, edhe mendja artikulon. Kjo është procesi i arsyetimit. Për shembull, ti çtash e bën i gabim. Si të bëjsh gabimin, fillon me menun arsyetim. Qa me thonë. Që kjo qa me thonë, në mën dy tjertë në mojnë me kriju qëtë opinion. Në mën vetja jote, që i thojnë anë nefsi, edhe të në mën shejtani. Nefsi edhe shejtani fillojnë me ta kriju idenë qa mu arsytu. Po qajo ide i servohet mendjes, se mendja e modifikon që kur të thet me thonë ma të fort, mësë me thonë këtë, me thonë ma të fuqishme, me thonë ma të arsyeshme, që me konë aja, kur t'i folë që ti me bindë ato, kur ta i mësu si thëtë për shembull, s'ke mësu a i siguraj në zonë, tha, pseve si e pregadit sen, tha, jina do me migjen, tha, s'ku mujtë, që ako lidhe, tha, i kanë ro librat migjes, ishin do ata. Do arsye kjo e Barceleta, po thjesht ideja është që me shtin gjuna ato që të ka morë në pyetje, me qatë shumë arsye në furt. Po do më procesi arsyetimit kryesisht bëhet prej shejtanit edhe prej vetes tonë, i servohet mendjes, e analizon, për që ta e keni pa ka njerë i kip 3-4 arsye, po ti në mendje e këqyrë cila me e fort, edhe cila me arsyeshme. Me thonë ka dek gjyshe, ka dek që 20 herë, nuk shkajnë, do të jena ja bove, dikush. Ideja që jo krejt arsyet ka njëri në gjendë mi thonë, sepse mendja i analizon edhe i thot në bazë të personit që jetu ataku me ta ose në raportin me cilin faktisht që i ka ballafaqohet. Po shkujnë atash pse që të punën e shejtanit, po dojnë edhe pak me elaboru. Qëni njës të mirë kur gabojnë qërgjinën. Allahu i manushëm kur e ka bo Hazreti Ademi gabimin. Po jetojnë pak me qitë muhabet shkurtimisht. Ja ka të rejkë vrejtën Zotë i vazhdimisht mos hani për njësoj pëme. Këtë të jenë leju me që kjo zbën. Rujnë shejtan, ju mashtërën. Por muhabeti ka hamër pëmen. Kur e ka hamër pëmen bashkë me havën, urdhë një Zotit edhe Zotit po i folë Hazreti Ademit. Po i thot, elem en hekuma, an tilkuma shëgjera, a nuk ju pa të ndalu me hamër për asoj pëmës? Wa kullekuma inne shejtane kane lekuma aduhu mubin. As ju pa të thonë ma heret që shejtani është armik edhe ka mu mëndu mi ju mashtru? As ju të regua ma heret? Qa me thonë Ademi këtu? Qa me vërmenja? Qa me thonë Ademi këtu? Ure ku me ngu gatë që ka mujtë me thonë Ademi? Ku me nuk o gjagat. 4 arsye ka mujtë me ofru. Ska da është asë tjene pyt. Edhe jo arsye kejtë të vogle. E para, ka mujtë me thonë Ademi Zotit, pasha Zotit, pe i pëme hangrën, po shejtani na teke, ba me bume vezvese, u trullova, diçka e ke. Po na fetartë, e bojna marrin sa biesh ka veç këtë jetë. Shejtani! Dë më honë kry muhabeti. Fala, ka për kërbeshit, ka shti me zërë me bo? Shejtani e borë, kry. Edhe si të thëtë shejtani dhe më honë murë fënë kjo. Jo, ka da zi ka dorë dhe besht. Se shejtani
të ka gjetë gachum ty, shejtani nuk të ka marrë për veshi, të ka gjetë pak si të gachum edhe të ka mashtru. Me qenë se ka mujt mu justifiku me shejtanin, s'te ka bon. E dyta, ka mujt Ademi me thonë Zotit o Zot, unë e hangra pemen, ti je krijuesi. Ti pendin që te ke kriju njeriu që harrova. Edhe kjo është e fuqishme, se njeriu kriju natyrshëm i shfaqet harresa, harran njeriu, se ka përdorur as këto. E treta, ka mujt me thonë Hazreti Ademi Zotit o Zot, unë e hangra pemen, po ti pendin me që mi dopt, unë insani është i dopt, insani ka njerë të lashe, i bjen i mani, dopsia njeriu të ka mujt me se ka bo këto. Të katërtën që është, që bojnë na shpesh është, ka mujt me thonë Zotit, Allah e Zot ka derë po. A dini që shë bojnë na ka njerë? Bojnë gjunova, më fëtojna, që shtu e ka shtu Zotit. Dhe më thonë, argumentimi me kader e shkej njëri midis komunikacionit 200 në orë edhe thotë manej, Zoti ka shkruar me myt. Do më thonë, e merë kaderin e Zotit edhe e mlën budallakin e tij, e mlën gjunohin e tij. Kjo i thuhet justifikim me kado me kader. Kjo është justifikim ideologjik. Po ne një minut, para se me shku au deka e sudek, a i ke përcjell ti rregullat më herët? Qysh je gjinti më herët? Me çka ke sulmunirin më herët? A i bisedojnë a krejt qëtu muhabete? Ama e marëm kaderin dhe justifikojna me kader. Musliman tina jena, musliman tina dobre hallet, kaderi Zotu konë qështu. Për që ta Muhammed Iqbali ka thonë, muslimani dopt arsytohet me kader. Se s'mujta me krypunën kaderi Zotit, fukare qështu kader o konë me konë. Dopt me na shkel shkov në qafu konë kader. Këtë janë kaderi këtu, se muslimani dopt, dopsin e ti justifikon me kader. A muslimani fort, a dini që është? Muslimani fort beson që ajo kaderi Zotit. Kjo vllaznin fjali duket e thjesht, po kjo është në mentalitet është dy bota ndryshe. Muslimanët e parë kanë besu që ata janë kaderi Zotit. Kur janë shku me luftu Persin, i ka dalë njëri Mughir ibn Shabe, një prej sahabëve, prej muslimanëve të parë, i ka thonë a bëm me vetë çajin për çajin e orë. Ka thonë na jena kaderi Zotit, ju ka sprovu Zoti me neve. Na jena kaderi Zotit, ju ka sprovu Zoti me neve. Na jena kaderi Zotit, na përdor Zoti. Se dhja po mune me, është një fjali e thjesht, shumë ko, sepse kadoja kaderi, besimin kadoja në kader, ka shumë shekuj që musliman kur nuk e kanë kuptu drejt. Kadone kaderin e kanë kuptu veç me justifiku gabimet, me justifiku të metat, me justifiku gjunohat, e kështu më radhë. Muslimant nuk po besojnë mo që janë ata mundet me konë kaderi Zotit. Ata mundet me i përdor Zotit për me realizu gjonat mëdhaja në këtë botë. E jo me konë gjithë dopt edhe, të tjetë me ushtru kushtet dhe dhunë mita, e që shtu konë kaderi Zotit. As një për qytyne se ka bo Hazreti Ademi. Pse se ka bo për qytyne? Se burimi kërsor i tendencës për me arsytu gjënato me nemalsia. Njerëzit, kur dojnë me filozofu gjënohin, si në gatshëm me në ullë pak vetën. Edhe i do këtë si të thot aj, gabova, i do këtë që ullë. E ata që jenë me nemal kanë qëtë me me të gjithë najtë. Edhe si pranojnë fajnë, arsytojnë, filozofinë, justifikimin, nalë o burë, o njerëz gabova më fani. është e me të jemi, shimi jemi është. Po me thonë këto do të me pasë modesti, sepse kjo është përpjeki me ullë nefësin. Për që ata s'ka pas të lashe njeriu i parë në këtë botë. Mi u drejtu Zotit të me thonë, Rabbena, dhalemna anfusana. E lezën e mirë Kurani, si e ka hongër pëmin e ka thonë i fjali. O Zotë ynë, na i bom zullon vetit. Gabum, prima vetit. Dhe një veç në krahin tjetër, e keni një krijes për balla Ademit, e ka emrin Iblis. Krijes tjetër për balla Ademit, e ka emrin Iblis. Adhuruse dhe aji i madhe Zotit. Dhe në grupë me melaqe, e me vjetë të fale, me vjetë të njënue, ketë në rregull. E ka një problem ajnë ato në nejë. Ajë që 50 vjetë u fale, ajë që 1000 vjetë u fale. Po kur vetën për hujtë s'ka mujtë me qinë. Citi ju ka duk vetja pak? Bele jo që ju ka duk vetja, pa ju falë për më në malë. Se pa falë s'ka mujtë më livdu, ta është falët për më livdu.
Paj, dikush për juve më pyet natyrshëm thotë, "Hoxhë, çu shoh gjeni iblisin mesin e Melaçit, për shembull." Një pyetje jashtë teme kjo është. Hoxhë, kur I tha Zoti Melaçit binin sejdë Ademit, e pse iblisi këtu Hoxhë Efendi? Ka ardha ai këtu? Do të më bëj kjo pyetje normal. Po kjo don shpjegim çu ka ardha ai këtu, po e rëndësishme është që fakti që ai u hi në grupin e Melaçit, I bën që ai u kon drongut Melaçit. S'kish mujt me hi aty, është natyrshëm kjo. Po ai u hi në grupin e Melaçit në kuptimin figurativ. Kuptimin e gjymtyrëve të adhurimit të faljes. Po I ka pasur smundje të mbrëmshme që e kanë përcjell vazhdimisht, vetja në hoj me nemallësia, lavdata, unë jam më I miri, kjo e ka përcjell mbrana edhe. Momentin e parë kur I ka ardhur mundësia me shfaq, e ka shfaq. Kur I ka thonë Zoti bini Ademit sejdë, edhe iblisi u nal ka thonë nuk I bi. E ka pyet Zoti pse nuk I bjen. Logjika thotë u dash me thonë Zotit të më fal. Sigur Ademi me thonë fal gabova. Po I ka thonë ana khairu minhu. Unë nuk I bi se si unë më I mirë se ky. Tash këtu çel dera me, kjo është çast kjo. Kjo është justifikim I gabimit, përpjekje me arsyetu gabimin. A është urdhni I Zotit me ron sejdë po? Pse kontestanti urdhën e Zotit? Pse Zoti s'ja ka qelluar si mastik këtu? Pse? Po ku ke pa ky më I mirë me atin sejdë, ajo është më I dashur. Po çka ka lidhje kjo temë funi? A ka thonë Zoti po, krym puna? Adem kushtimisht. A është urdhën e Zotit po? A ka parapo Zoti që ashtu po? O krym Muhamedi. Po ti pse e ç'a bësh deri tash me Melaçet ti? Që sa vjet ju ka falësh me Melaçet? Valla ka gjatë shumë vjet. E hala se pas ke kuptuar që kur Zoti urdhnon do të më kryej kjo punë? Kjo është xhamati nderuam zanafilla e përpjekjes me arsyetu metën, me arsyetu gjunojnë, edhe përpjekja me stagnu. Si të fillojna me justifiku gabimet, stagnim është, nuk mundu me shku tutje. Tash dojna më nërë pak të Kurani. Kurani e ka një histori të mirë në betejën e Tebukut, kur I ka thirrë pejgamberi musliman me dalë në luftë, u shku një farë filozofi, po munafik ai kështu më herët, po munafik filozof. U shku te pejgamberi kështu një çfarë strategjie. E ka bën jetë mos me shku në luftë. Po qa më thonë? Qysh më arsyetu? Me ka qetë një arsye të fortë. Shku te pejgamberi alayhis salam u hin xhami ka thonë ja Rasulullah, unë e di që ti ke thirrë me shku në Tebuk, Tebuku larg. Edhe betejë kon me Ramak, jo me Arab. Kon larg në këtë zonën e Sirisë, atëherë në konkret Ramaka e pjesë. U do shumë më thimi gjatë, ko vera, ko zheg, edhe ai ka vendosur mos më shku. Po qa me po arsye. E ka po një arsye të mirë. I kur shku aty I ka thonë ja Rasulullah jam marrë me thonë diçka. Ti na ke thirrë me shku luftë, po e kam një hall të madh, ha? Ka thonë komni që ato gratë e Ramak vjen shumë t'jeshme. Janë bukura. Edhe mu nuk muj pa gra me najt hequne. Me bom me shku atje, gratë si ki me veti, isha ato gratë atje, garant këme ka bu atje. E le u shtri kejtë që ka I mas grava, këme ditë qa bëj. Filozofi e forta. Domon, komni që janë gratë t'jeshme edhe me ardh atje, garant këme ranë spro. E s'moj leftaj, kur disha gjitha ato gratë, që na bojna I gabim. Dhe për I arsye e forta, mosëm hetë, mosëm nëzirë për I Medines, lem të gruja që të mosëm testoj, jem si ta klef për imanit, s'moj ku me di qa bëj. Arsye e fort, I ka thonë pejgamberi lidhje, shka të shpia. E ka bind pejgamberi. Po ka mujt me bind Zotin se. Që kjo është halli që mos të nëntoni fart me arsyetu njerëzve se te ki probleme. Ti me Zotin një fund ka zhvillon relacionin. Zoti nuk ka dasht me I ky muhabet bashkallaj, se ka dasht Zoti me na pru shembuj se na bojna qështu tonë, edhe na munëm ka njëherë me thonë Zotit, su mdull gjumi, a I pedin që t'ka doll gjumi, po ti vithu Zotit su mdull gjumi, se se niva urin ati e gen hal vetë. A I pedin këtë muhabet, po mënuëm me bo ka njëherë, per mos me bo këto, ka marrë Zoti këtë histori, ani pse Muhamedi tha shko, a.s. I tha shko se I liri, e mur Zoti tha, wa min hum, men yaqul i'dhin li wa la teftinni. E pe aty në munafikve pa ta si njerë që I tha pejgamberit mos më qëtë në tesë se s'moj rri pa gradhen ato gratë e mirë atje. Ela fil fitnet I sekatu, ky arani oran fitne. Veç fakti që u mënu me të ratu Zotin, edhe me arsyetu fajnë, ky e patë punë ati. Hiq pa shku atje ky ran për vetë. Tendenca me arsyetu gjunajnë, ky e patë muhabeti, u kry muhabeti ti.
u fale, su fale tema, përpjekja që mi kallzu Zotit që su m'dul gjumi, aje din që ty t'dul gjumi, kjo u fale, su fale ma, Zotit e mor vesh që ti po do me tratu dhe ti ki mentalitet të arsytimit edhe të justifikimit. Po dojna me kalu në pjesën tjetër, i kem një tri arsye, jo më fani, jem 4 arsye pse njerëzit i justifikojnë gjunahet. Shumë shkortimisht janë të rëndësishme. E para për tyne është kur njeriu rritet në vjet e jetë fëmi, në kryt. Kryt jetë fëmis e trupi rritet. Trupi bën 14, kryt e ka 15. Na toni na kon fëmi. Edhe në një periudhë caktuar pasojat të gjunave tona i ka arsytu baba dhe nana. A bëdini? Që handa për një akot vogël e thënë gjamin, kush merret pyetjen? Baba. Fëmija sot i vogël, sëherë të gabon, nana dhe baba i marrin pasojat. Ose i arsytojnë. Ky tipi u rritash, i ka dek baba e nana u rrit, po kryti ka me të qashtu. Tash i qa bon ky? Ky sëherë të gabon qyrë mja gju dikuj. Allaj, qyrë merma dikush, arsytoni dikush ju se, do më thonë, ky u zhvillu në fizikisht, po mentalisht të me të fmi, edhe sot asoj dite, sëherë të gabon, menën kuj mja gju fajnë. Pse? Se i ka met mentaliteti pej fëminis, këtina i thojnë mentalitet fëmish. So kon fëmiju arsytu, po tash kër i ka bo 14 nuk arsytohet mo. E dyta, njeriu pej natyrës nuk ka qef me pa veten të mangët. Edhe pse i arsyton, pse mënohet me justifiku gabimet, sepse gabimi është mangësi. Njeri nuk ka qef me pa veten të mangët. Të harru që pranimi gabimit është rruga e përmisimit. E treta, me bu me pranu gabimin tani gjysh, mos po më gjuhen njerëzit, po më bojnë e far invazioni, po më bojnë e far revanshi, edhe shpesh herë ju arsytojnë gabimet vesa për me repliku të tjerët, ose për mos me dal kes para tjerëve. Edhe qyshe, a dini qyshe bojnë a këto? A keni po, për shembull, njëri e parkon ke rinkeq, kur vjen policia thotë ton për bojnë çështu. Për shembull, në zonë si shkoni merr nishat aty thotë mësuesit krejt po marrin nishe, veç. Kjo është ideja kur njëri e bën gabimin, edhe mënohet gabimin e vet me gjuhë të armiku. Për shembull, ti shkon me këshillu njërin çtash, ti thu mos u bë më në madh thotë po, unë më nëme se ty të ka i vet janë. Domethënë ti fillon me kallzu dikujt për një gabim, ai ta përmend një gabim tonin gjithë. Kjo ideja njerëzve të cilët ti dënë mi tregu diqka, dënë mi a zbulu, ose dënë mi ndihmu, aj me loni gabim, aj per inati ta përmend ty një gabim tjetër që ti e ki. Edhe kështu boni një, edhe kështu një farë të bon një farë repliket me një hershme. A diri që a thët një mendimtar. Arsytimi gjunahit, se dhe armiku, ose edhe kundështari ka gjunah, ose ka gabim, thët gabim plus gabim, kur njëtë s'mën me dalë. Gabim plus gabim, barazi me gabim. Dhe më thonë, fakti që unë e kam gabim, po ti ki gabim, kjo nuk vjen që s'kam gabim, se gabim plus gabim, barazi me gabim prap. Une, kur të marrë nishin, e marrë veç për veti. Une, kur të bëj gabimin, unë e di që ka gjysa bote që kam gabu. Po nuk është logjik e shnosh, hedhja gabimit të kundërshtarin, këtë rasët të tjere. E treta, e katërta është menimallësia. Hazreti Musa a.s. që një profet, është në mendeve logjike profetve. Kër i ka ra ati i Aronit bëks aty historia e Musës me atë bëksin aty, edhe uraj, u Alivanosa edhe ka pas historia ti, a i nuk ka thonë Zotit vallaj veç pak se po ta për qëllime, veç e preka, veç urdzu, veç e shtyva. Ka thonë Rabbi inni dhalemtu nefsi, Zotim unë e bona gabim. Zotim unë e gabova, i bona vetit zullum. Për që ata gjenotin dërum, ka njëherë, edhe ma ketë se kjo, ne justifikujna gabimet me adhurime. A ke pa në Ramazan, quat a i vjen 10 ora, sytë goglus. Thët, allo, a i kena najtë pram shumë në sëfër. Dëmonë sëfyri është arsye pse e bona gabimin. A keni pa në Ramazan njëri nalë me dësturët shahën bërtet edhe në fund të falë si më gjilushëm. Agjerimin e ka arsytim me mlu gjunat. Domthon për çfarë është agjërimi? Domthon agjeroni shonu sot mundi se jeni agjerush. Çfarë logjike, çfarë gjunahi, domthon arsytimi me i gabimeve, me adhurime.
edhe arsyetimi i gabive me kader, që e spjegu më herët, është gjuna kur njeriu e kesh përdor fen për mi mlu gabimet. Kur njeriu e kesh përdor fen për mi mlu gabimet. Ose kur dikush thot për shembull ti ke buri gabim, vllai vjen permision ta shkil kamerat, më shon edhe thot Zoti më ka thonë me urdhën të mirë. Zoti ka thonë me urdhën të mirë, po jo çështu. Zoti ka thonë me urdhën të mirë, me edukat, me kulturë, me fjalë të mirë, me këshill, me nasihat. Mos e përdorni urdhën e Zotit për mi shoh njerëz. Na dalim në xhami, shojna sa të mundum, e në fund thojna unë e tham të vërtetën. Më falni, e vërteta ku kam me shoh? Edhe vërteta po dashka mi ofendu njerëzta, po ti thuaj të vërtetën po mos i shoh njerëz, as mos i ofendon njerëz. Po na ofendimin tonë që po bëjnë njerëzve, po dojna me mbulu me të vërtetën. Unë dal për ta shoj dhe tham fund që kjo e vërteta. E vërteta, unë e di që është e vërteta, po e vërteta nuk ka nevojë për sharje, as për ofendime, as për banalitet. E vërteta ka nevojë për kulturë. Mos i mloni gabimet me të vërtetën. E shërimi janë disa pika shkurtimisht. E para është prano gabimin se gabimin nuk ta zbeh njerëzoren, sepse gabimi është pjesë e qenjes. E dyta, pranimi gabimit fol për fuqit njeriu. Njerëz që pranojnë gabimet janë të fortë, janë burra, janë njerëz me karakter. E treta, mësoje modestin, edhe mos vuj për me qeni madh. Pranoj gabimet se kjo është pjesë e modestisë, se modestia të ngrit. E katërta, gabimin mos e shëro me gabim. Përpjekja me justifiku gabimin o gabim veti, edhe e pesta, mos harro se fakturën e gabimit kemi pagu vetë. Arsyeto qysh dush, ti mush me na bind neve qysh dush, po në fund pasojën e vun vetë, na bane Allah, selam aleikum.